Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala khayri khalqillahi ajma'in, nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man salaka tariqahum wa iqtada bihadihim ila yawmiddin. E falenderojmë Allahun e lartësuar për mirësitë dhe begatit e shumta me të cilat ai na begaton dhe dërgojmë salavat dhe selame mbi të dërguarin e tij të fundit, krijesën e tij më të ndershme, më të dalluar, Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, mbi familjen e tij të ndershme, mbi shokët e tij fisnik dhe mbi gjithë ata që e pasojnë rrugën e tyre deri në ditën e gjykimit. Allahu i lartësuar thot: Ja ejuhan nasu, inna khalaqnakum min dhakarin wa untha, wa ja'alnakum shu'uban wa qabaila lita'arafu, inna akramakum inda Allahi atqakum. Allahu i lartësuar thot: O ju njerëz, ne ju krijuam prej një mashkulli dhe një femre. Pra gjithë njerëzit e kanë përjardhjen e njëjtë, prej një mashkulli dhe një femre. Dhe ju bëm popuj dhe fise. Prej atyre dyve u bën shumë njerëz, shumë popuj dhe shumë fise. Lita arafu, qëllimi i kësaj është që ju ta njihni njëri tjetrin, të njiheni më lehtë me njëri tjetrin. Inna akramakum inda Allahi atqakum. Mirë po, më fisniku tek Allahu është ai i cili është më i devotshëm prej jush. Allahu i lartësuar në këtë ajet kuranor e thot një të vërtet të madhe, ajet i njerëzshmërisë që tregon njerëzshmërinë e muslimanëve, sepse ne besojmë se gjithë njerëzit e kanë një përjardhje, prej një mashkulli dhe një femre, prej Ademit dhe Havas, alayhimus salam. Pastaj prej këtyre dyve u shtuan të gjithë njerëzit e tjerë, derisa arritën që të bëhen shu'uban wa qabail, popuj dhe fise, popuj të ndryshëm, pastaj brenda popujve të ndryshëm fise të ndryshme. E urtësia e kësaj është, siç thot Allahu, lita'arafu, që ta njihni njëri tjetrin. Paramendo sikur të ishin 8 miliard njerëz krejt njësoj. Krejt të dukeshin njësoj, krejt një popull, krejt një gjuhë, njohja me njëri tjetrin do të ishte shumë e vështirë. Mirë po Allahu ka dashur që të ndryshojnë. Disa të jenë shqiptar, disa të tjerë të jenë arab, disa të tjerë të jenë turq, disa të tjerë të jenë perëndimor, angles, francez, italian, disa të tjerë të jenë lindor, japanez, kinez, indian, pakistanez, e kështu me radhë. Pse? Sepse në këtë formë, urtësia e kësaj është se në këtë formë njihemi më mirë me njëri tjetrin. Allahu po thot që të njiheni, kjo është urtësia kryesore. Pastaj thot: mirë po dijeni se më fisniku, tash kush është më superior, pasi që kemi popuj ndryshme. Allahu thot: tek Allahu më fisniku për jush është ai që është më i devotshëm, që është më afër Allahut. Kjo është pra tek Allahu, kjo është njësia matë se tek Allahu. Kush është më lartë, më fisnik, më i devotshëm, është ai që është më i devotshëm. Ai është më lartë. Pa marrë parasysh çfarë përjardhje ka, çfarë kombi ka, çfarë race ka, nëse është më i devotshëm, tek Allahu është më lartë. Tek Allahu pra, para Allahut gjithë jemi të barabartë dhe më afër tij janë ata që janë më të devotshëm, pra që kanë punuar më shumë vepra të mira për t'ju afruar Allahut të lartësuar. Në këtë kontekst, pejgamberi alayhis salam thot: Inna Allaha la yanzuru fi ajsadikum wala amwalikum, walakin yanzuru fi qulubikum wa a'malikum. Pejgamberi alayhis salam thot: Allahu nuk shikon në trupat tuaj dhe nuk shikon në pasurinë tuaj, po shikon në zemrat tuaja dhe në veprat tuaja.
Hadithin e transmeton Muslimi. Pra, Allahu neve na shikon në një formë tjetër se sa siç e shikojmë në njëri tjetrin. Allahu nuk na shikon trupat dhe as pasurinë, mirë po e shikon zemrën dhe veprat e mira. Pra, para Allahut, këto çështje të dunjas nuk kanë lidhje. Ajo që ka lidhje është zemra dhe veprat e mira. Edhe pse, si që të përmendim më vonë, në këtë dunjë, pra njerëzit dallojnë, mirë po para Allahut, këto gjëra nuk kanë lidhje. Në një hadith tjetër të saktë po ashtu, pejgamberi alayhis salam thot: "La fadla li arabin ala ajami, wala lil abyad ala al aswad, illa bit taqwa." Pejgamberi alayhis salam thot nuk ka fërk apo dallim në mes të arabit dhe arabit, as mes bardhit dhe të ziut, përveç se me devotshmëri, me takuallëk. En-nasu ibn Adem wa Adem min turab. Thot gjithë njerëzit janë bijtë e Ademit, ndërsa Ademin Allah ka krijuar prej dheut. Për këtë shkak pra, sipas fesë Allahut, sipas pejgamberëve të Allahut, njerëzit janë më afër tij ose më larg tij në bazë të veprave tyre, jo në bazë të pamjes apo pasurisë së tyre. Pra, para Allahut nuk ka dallim mes bardhit dhe të ziut, mes arabit dhe jo arabit, mes të fuqishmit dhe më pak të fuqishmit, mes të pasurit dhe të varfrit. Të gjithë para Allahut janë të njëjtë, me opsione të njëjta. Dhe më fisnik para tij, më i ngritur është ai që është më i devotshëm. Kjo është para Allahut. Pastaj në këtë botë krijesat nuk janë krijuar të njëjta. Në këtë botë krijesat nuk janë krijuar të njëjta dhe të barabarta, po ka dallim mes tyre. Madje mes dy vëllezërve ka dallim. Njëri është më i lartë, tjetri është më i ulët. Njëri është më pak i hishëm, tjetri është pak më shumë i hishëm. Njëri është më i fuqishëm, tjetri është më pak i fuqishëm. Njërit i shkojnë shkencat, tjetrit më shumë i shkojnë sportet apo aktivitetet fizike. Dhe kjo është mësoaza botërore. Nuk do të gjesh dy krijesa, dy njerëz janë 100% ngjajshëm. Pastaj neve Allahu na ka dalluar me gjini. Ke gjinin femrore dhe gjinin mashkullore. Disa vepra janë të veçanta për gjinin femrore, apo role. Disa role janë të veçanta për gjinin mashkullore. Disa role të tjera i kanë të përbashkëta, të njëjta. Dhe para Allahut janë komplet të barabartë. Kjo është urtësi prej tij, që të sprovohen njerëzit me njëri tjetrin. Pasaniku sprovohet me fukaran, fukaraja me pasanikun. Më i bukuri me atë që është më pak i bukur, ai që është më pak i bukur me atë që është më i bukur. E kështu me radhë, i bardhi sprovohet me të ziun, i ziu me të bardhin. Kjo është bota, pra është një test, në mënyrë që të shihet se cili është më i devotshëm, cili do të veprojë më shumë, cili do të arrijë shpërblim më të madh, cili do të arrijë shpërblim më të vogël, ndërsa në ahiret krejt të gjëra gjykohen me drejtësi dhe Allahu nuk i bën zullum askujt. Sa i përket racave apo kombeve, kjo është diçka që dallon dhe ne këtë e shohim ashiqare. Pra, disa raca i kanë disa gjëra më të zhvilluara. Racat e tjera i kanë më zhvilluara disa raca tjera. Kjo është gjë normale, natyrale që shihet në këtë botë. Mirë po nuk do me thonë tash se kjo do të shkaktoj zullum ndaj njëri tjetrit, sepse zullumi është i dyanshëm. Ai që është populli, raca, apo ai që është pak më ngritur, foli për në aspektin e kësaj bote, mund t'i bëj zullum këtij që është më pak, po edhe kundërta. Ky që është më pak prej zilis, hasedit, mund t'i bëj zullum atij tjetrit që është më i ngritur. Dhe këto janë çështje të kësaj bote. Mirë po, unë desha, pra ta sqaroj këtë çështjen e krijesave para Allahut. Pra, para Allahut të gjithë i kanë
të drejtat e barabarta, më i ngritur është ai që është më i devotshëm. Ndërsa në këtë botë, për shkak që të sprovohen me një tjetrit, Allahu i dallon. Dhe kjo nuk do të thonë se gjatë gjitha kohrave duhet jetë e njëjtë. Në një kohë, për shembull, mund ngritet një komb, një ashtu, një krahin, një kontinent. Kohën tjetër i vjen koha këtij vendit, krahinës, popullit tjetër. Mirë po, zakonisht, ata që janë më të devotshëm, apo ata që janë më afër moraleve hyjnore, ata do të kemë përparësi edhe në çështjet e kësaj bote. Sido që t'jetë, ky ishte pra një sqarim i shkurt rreth këtyre ajeteve dhe haditheve që flasin për esencën e njëjtë të njerëzve dhe se si ata janë krijuar të ndryshëm këtë botë për ta njohur njëri tjetrin, e jo për ta luftuar, armiqësuar njëri tjetrin. Kjo është esenca. Pastaj, kjo botë ka ato sprovat dhe testet e veta, ndërsa para Allahut, ata të cilët do ta fitojnë shpërblimin e tij, do t'i kenë të mirat e tij pa marrë parasysh se çfarë prej ardhje kanë pasur. Me kaq po përfundojmë. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.